Mirë, faleminderit miq që jeni sërish bashkë me ne në podcastin e Qendresës, mikrofon, edhe sigurisht pa u ndar nga konteksti ku vendi jonë ndodhet edhe qytetarët ndodhen në kontekstin zgjedhor. Ne do të kemi një bashkë bisedim që lidhet me një temë shumë interesante, mënyrën se si komunikojnë partitë politike me qytetarët. Edhe për këtë temë në fakt ne kemi ftuar një njohës të mirë të komunikimit, të politikës, po edhe të problemeve të qytetarëve, për të parë pak se si kombinojnë këto me njëra tjetrën, dhe unë kam kënaqësinë që në këtë bisedë të kem mikun tim dhe të Qendresës, Lorin Kadion. Lorin, faleminderit. Faleminderit ty dhe faleminderit edhe për gjithë atributet që më dhe në prezantim. Mund të kisha dhënë edhe më, po unë mjaftova me këto që ishin kështu që lidheshin me temën. Lorin, unë të kam ftuar për të bërë një bisedë për mënyrën se si komunikojnë partitë politike me qytetarët. Edhe nga ajo çka kemi vënë në re kohët e fundit, është disi pak kështu e pakuptueshme se çfarë po ndodh me këtë ftesën për të bërë pjesë e një partie politike apo për të votuar një parti politike, edhe kështu si pakuptuar si me shaka. Ti qëndron gjatë gjithë kohës së kësaj periudhe qëndron kështu buza gas. A thua se ju duke ndjekur në një kështu portokalli apo në një emision sarkastik. Edhe gjithë kanë rënë në këtë, kanë përshtypjen në këtë lloj situate. Megjithatë do ta zhvendosim bisedën në disa faza. Por pyetja ime e parë është më shumë teknike. Si komunikojnë partitë politike ose kush janë kanalet komunikative të një force politike apo të një lideri politik? Në fakt unë do ta marr pyetjen nga pak më përpara. Se po ndodh kjo? Pra, gjithë e dim që është edhe gallat, është edhe fani, siç ti the, domethënë jemi buza gaz përpara kësaj që po ndodh. Unë mendoj që kjo po ndodh sepse si thua diga është jo vetëm hapur, por dhe është shkatruar dhe ai që ka qenë roli jon si gazetar, si media, për me qenë gatekeepers midis të gjithë asaj që ndodhe dhe asaj që transmetohet, tani më është zbehur jashtëzakonisht. Pra kemi komunikim të drejt për drejt, fushata e memeve po rezonon në media, po nuk po lind aty. Pra kemi lider politik të cilët po ju flasin qytetarëve drejt për drejt nga kanalet e tyre dhe ky komunikim është bërë aq imponues, aq i rëndësishëm, aq i zëshëm, sa që media nuk mund të rri pa e transmetuar. Pra, kohët e fundit kemi parë çuditëra, kemi parë materiale që unë besoj që deri para pak vitesh nuk do të ishin të denja për televizionin. Siç janë ato videot me këngët e Unikatilit, apo siç janë këto videot me buf apo këto deepfake-et që do të thotë se ky ndikim është kaq i madh sa që po bëhet e pa shmangshme. Si komunikojnë kandidatët? Kandidatët patjetër po komunikojnë, ajo që shikoj unë është që po komunikojnë personin e vet. Pra nuk po komunikojnë idetë e veta më shumë se sa personin e vet, dhe të gjithë janë në një sprint, në një garë për vëmendje, për klikime, në një vend që mund të tentoj të mbyll teknikisht TikTokun, po TikTokun si mundësi po e bën norm. Pra ne kemi rrënjosur TikTok live-in ose këto memet ose këtë mënyrë komunikimi që për mua na shkalon thelbin. Pra këtu jemi përballë njerëzve që debatojnë me njëri tjetrin në mënyra nga më banalet. Ne këtu të dy që po flasim kemi impostu diçka. Pra edhe mënyra se si flasim në këtë audiencën tonë që duhet pranuar që është më e vogël se sa ajo që kanë liderët politik, i kemi dhënë një lloj serioziteti bisedës, që këta po përpiqen të bëjnë eksaktësisht të kundërtën, dhe unë e shikoj si një lloj abuzimi. Pra këtu ka mbi vendosje të komunikimeve të ndryshme, nëse do të përgjigjemi pyetjes si komunikojnë. Unë mbase të gjitha këto detajet do futemi pak edhe për ti parë le të themi kështu, një nga një sepse janë interesante dhe për të kuptuar se çfarë sjellin në përfitim për publikun apo çfarë sjellin për përfitim për kandidatin. Mirë, po dua ta ndaj pak. Kam përshtypjen që dy janë mënyrat më, si thua, më tradicionale, ose njëra ka qenë më tradicionale, që është media, që është media tradicionale, pra televizori, aty ku ti ulesh me një pult edhe shikon
çfarë ndodh me politikën ose jo, po ke edhe pjesën e rrjeteve sociale. Tani, a ka një ndryshim midis këtyre të dyjave, si komunikojnë tek njëra dhe si komunikojnë tek tjetra, ose cila është pesha e njerëz dhe cila është pesha e tjetrës? Unë mendoj që ka patjetër, pra unë do isha shumë kundër misionit tim si gazetar, në qoftë se do thoja që nuk ka. Në thelb funksioni është i njëjtë, ama ajo që ndryshon është që ti kur komunikon përpara publikut nëpërmjet mediave, ti ke median si filtr. Kur komunikon përpara publikut nëpërmjet platformës, ti ke vetëm platformën si filtr, që këtu edhe teorikisht ka limitimet e veta, pra nuk është ai komunikimi i drejt për drejt i pa filtruar që ne ka disa raste që është shumë interesante. Se ti thua që ke media filtr. Për shembull, kryeministri del live në Instagram dhe media transmeton live për 1 orë, 2 orë komunikimin e kryeministrit në Instagram. Pa duket tashmë sikur media tradicionale që ka qenë filtr, në fakt është është duke marrë direkt sinjal nga Instagrami i kryeministrit ose nga Facebooku i kryeministrit me atë sy më sy çash një dhe po, kjo është në gjykimin tim është abuzive. Dhe unë deri vonë përpara ca zhvillimeve të fundit e thoja gjithmonë edhe me batut që unë linjën editoriale të mediave mjafton ta kuptoj nga mënyra se si trajtojnë kasetën e Kryebashkiakut të Tiranës, që një numër mediash e transmetonin të pa filtruar fare, pra i njëjti material që krijohet nga zyra e shtypit shitet si lajm brenda një edicioni lajmesh, që për mua kjo është jo vetëm jo etike, por është e pandershme ndaj audiencës që të ndjek. Një kategori tjetër e mediave e transmetonin, por me një lloj filtri ose të paktën bënin një parantezë ku thuaj që ky është një material i përgatitur nga zyra e shtypit të Bashkisë Tiranës, dhe mediat e tjera që janë ato opozitare gjithsesi e transmetonin, por në një dritë tjetër, pra ndronin atë që ishte zëri sipër kronikës, që i vinte i gatshëm, me diçka që ishte kritike ose merrnin pjesë të saj dhe e paraqisin në një kontekst që është kritik, është negativ. Unë shikoj një lloj problem këtë gjën. Pra ky është një tjetër diskutim që ka të bëjë me lirinë e medias dhe sa është media subjekt apo jo i ndikimit nga partitë politike. Dhe këtu po flasim i ndikimit nga partitë politike të dyja krave. Patjetër që ata që janë pushtet kanë më shumë fuqi dhe arsye, do thoja unë, për të zënë hapësirë mediatike, po kanë dhe një mega strukturë nga mbrapa, që është aparati i shtetit që sidoqoftë të imponon, se një media nuk mund të jetë shkëputur nga ajo që po ndodh në administrat, në ministri, në të gjitha hallkat që përbëjnë shtetin, por duhet të jetë e pavarur nga ato. Dhe unë këtu e shikoj thelbin e problemit. Pra nëse ne vendosim të pa filtruar një deklaratë të kryeministrit për orë të tëra gjatë një jave, kjo do të thotë që ne kemi një problem shumë të madh me atë që është misioni jonë. Kjo nuk është një gjë që nuk ndodh kurrë, në raste fatkeqësisht natyrore, në raste situatash ku ka rëndësi që drejtuesi i shtetit i komunikojë publikut diçka, në mediat perëndimore, kjo mund të ndodh në 2-3 raste në vit për një total prej 5 minutash, ose mund të ndodh që transmetosh një sesion pyetje-përgjigje me gazetarët. Po këtu ne kemi arrit që t'i injorojmë gazetarët deri në pikën që, për shembull, rubrika sy më sy e kryeministrit është një pyetje-përgjigje direkte e kryeministrit me komentuesit e vet në Facebook, që i përzjedh vet, ka që thonë dhe që i shkruan vet, po unë këtë nuk marr përsipër që ta them, dhe aty nuk ka asnjë gazetar. Edhe podcasti i tij është një setup, një produkt mediatik, i cili përbën koka lajmesh ditën e diel, që është zgjedhur, besoj unë, edhe për shkak se ka më shumë hapësirë, se ka më pak lajme, ku qëndron problemi këtu? Pra fjala vjen, po them kështu, po bëjmë skeptike dhe po bëj pak avokatën e djallit. Kryeministri ka vendosur ti përgjigje disa komentuesve dhe për shkak se është kryeministër, kjo përbën interes publik për dëgjuesit të tjerë ose për qytetarët e tjerë. Ka një problem këtu midis kësaj, se në kështu si barazim duket e thjeshtë. Dikush ka interes, ai e ka marrë ti përgjigjet për shkak se është kryeministër, edhe të tjerë kanë interes ta dëgjojnë. S'ka editori, nuk ka balans, nuk ka filtr. Pra ai njeriu është i lirë të zgjedh kujt i përgjigjet dhe kujt jo.
është një lloj sikur të ftosh 200 vet dhe të heshtësh 198 dhe t'ju përgjigjesh 2 personave që ti zgjedh ti përgjigjesh. Ne i kemi vendosur aty që ti përgjigjen të gjitha pyetjeve tona, jo vetëm pyetjeve që duan. Vërtet. Kështu e them kështu duket sikur media sociale ose mediat që kanë le të themi që administrojnë vet partitë ose këto subjektet mëdhaja bëhen më të rëndësishme se sa në fakt media kryesore. Cili është qëndrimi jot ose mendimi jot personal? Kush është më e rëndësishme sot për të formsuar opinionin publik? Është media tradicionale, pra televizori, le të themi, apo telefoni me aplikacionet e veta? Unë nuk e di, këtu nuk ka, ky është një treg i pa studiuar. Që do të thotë që ne nuk kemi këtu as matës të audiencës, nuk kemi këtu as transparencë të vetë kanaleve që transmetojnë përmbajtje dhe jemi përpara vetëm dhënave që na vijnë nga platformat ose dhënave që unë do t'i konsideroja të njëanshme. Po kjo nuk është vetëm çështje numrash. Pra, nëse do të flasim për numër shikuesish, për mua është çështje kohe angazhimi. Tani paktën për një pjesë shumë të madhe të njerëzve, televizori është diçka që ti e vën në sfond ndërkohë që bën scroll në telefon. Dhe e kanë kuptuar këtë, jo vetëm politikanët tanë, po edhe përtej nesh, jo vetëm sferën politike, po kudo, dhe kjo është qartazi një mënyrë shumë e përdorur. Edhe në fushatën politike në Shtetet e Bashkuara, ne kishim kandidatin fitues që ishte Donald Trumpi, që ka anashkalu komplet median tradicionale dhe ka shku në podcasters, ka shku të Joe Rogani, ka shku në për podcastet të tjera, ka ngrit rrjetin e vet social, ka ngrit veten e vet në Twitter në bashkëpunim me një nga njerëzit e tij që është tani më të afërtit në qeveri. Kjo është e vërtet, po le të themi a është i kushtueshëm komunikimi në për rrjetet partitë sociale politike? Ose ku është i kushtueshëm? A kushton se kam përshtypjen dhe në rrjetet sociale, këta shkojnë vet, nuk kanë një dikush që i bën një strategji apo më thënë po them nisur nga partitë politike, kur ato shkojnë në fushat zgjedhore dhe kur ato përdorin mjetet e komunikimit. A ju kushton? Unë do të përgjigjem se çfarë besoj unë, se çfarë di unë, këtu nuk ka transparencë, pra ne nuk e dim se sa kushton ajo. Strategjia e komunikimit që po ndjekin të gjitha forcat politike, të paktën ato që janë parlamentare tani që flasin. Unë mendoj që kushton. Po për të marrë më shumë shikueshmëri. Patjetër, mendoj që ka dy mënyra. Pra, unë si e shikoj ndarjen. Ka një mënyrë që është nëpërmjet angazhimit të simpatizantëve, të asaj që mund ta quajmë dhe click farming, që shkon dhe përtej simpatizantëve. Pra, unë nuk di të ketë një njeri këtu që nuk ka dëgjuar një histori që njerëz që punojnë administratë shtetit të tregojnë që i detyrojnë të shpërndajnë postime me detyrim. Pra kjo është ta imponosh prezencën në rrjetet sociale dhe është një mënyrë jo pak e efektshme, sidomos kur vjen nga profile që janë të vërteta. Pra këta kanë gjetë një mënyrë që angazhimin e tyre dhe prezencën e tyre në rrjetet sociale e amplifikon for free. Vetëm për shkak se njerëzit detyrohen nga koordinatorët digjital të institucioneve që pastaj bëhen koordinator fushate dhe shpërndajnë postime me detyrim. Ama paguajnë dhe para. Kur të filloj zyrtarisht fushata elektorale, unë di që të paktën në platformën Meta, partitë do jenë detyruara të bëjnë transparencë për paratë që do të paguajnë për promovimin në rrjetet sociale. Dhe dhënat nga fushata e kaluar unë nuk i kam këtu, po mbaj mend që kanë qenë jo pak. Pra ne na thuaj dhe mirëmëngjes me një postim që sponsorizoi $1.000 dhe na dilte gjithëve. Nuk është një gjë që s'ka ndodhur. E njëjta gjë është edhe me hapësirën në media tradicionale. Pra ne nuk jemi para situatës që vetëm aty po blihet. Unë mendoj që në rrjetet sociale hapësira përveç kësaj pjesës parë që mendoj që është abuzive, pra që i detyrojnë njerëzit të shpërndajnë materiale,
të paktën pjesa e promovimeve dhe social media boosting, kur bëhet nga kanalet zyrtare, se dhe kjo është problematike, ka një lloj transparence që është e detyruar nga platformat vetë. Pra ti nëse futesh tek faqja e kryeministrit e shikon sa para ka shpenzuar. Problemi këtu është që ne kemi polarizuar të gjithë atë spektrin e njerëzve që komunikojnë online. Pra këtu nuk po komunikohet fushata vetëm nga kanalet nga ato me tik blu, që janë të politikanëve të partive etj. Këtu po shikojmë një polarizim të jashtëzakonshëm, pra ti ke edhe faqet e memeve që pozicionohen polarizohen, ke edhe individ që kanë prezencë në median sociale, që janë influencer. Palë të treta që bëjnë që unë nuk di të them tani në qoftë se kjo është pjesë e fushatës dhe këtu paguhen para. Jo, ato, domethënë ta garantoj unë që një pjesë e tyre jam, për shembull, në zgjedhjet e kaluara kanë pasur sa faqe që hapeshin dhe Shqipëria, Çorapja, gjëra të tilla, të cilat ti e shikoje që do dilte sponsor, po nuk e kuptoje kush fshihej mbas këtij mbas asaj faqe, që ishte e kuptueshme që po harxhonte shumë lekë sa të dilte çdo ditë një postim i sponsorizuar. Ndërkohë në anën tjetër ti e kuptoje shumë mirë se kujt po i shërbeje, kujt po i shërbente, po nuk ja faturon dot. Po, në mënyrë të drejtë për drejtë, që ai të jap një lloj llogarie për këtë. Pak a shumë komunikim publik tani jemi përpara një ankandi të madh, që kush paguan më shumë shfaqet më shumë, kush ka më shumë influencë shfaqet më shumë dhe ç'a bën kjo në një farë mënyrë polarizon komplet mjedisin e medias dhe lë shumë gjëra jashtë. Unë mendoj që ato që ngelen jashtë janë më të rëndësishme se sa ato që thuhen gjatë këtij diskutimi. Po për shembull jashtë ka ngelur këto le të themi programet politike të partive. Edhe sot nuk po bëhet fushat me programet e partive, po bëhet kryesisht bëhet fushat me meme. Pse besoni se ka, do të thënë ti je në kontakt edhe ti je prodhues veti lajmit, le të themi. Edhe pak a shumë ti bashkë me ekipin tënd mundoheni të kuptoni se si është lexuesi edhe atje ku shkon lajmi, si ai e konsumon, çfarë do të konsumojë, cilat janë prirjet. Tani mbase nga ky lloj perceptimi që ti ke ndërtuar për një kohë gjatë edhe me Citizen.al. Partitë nuk janë duke i dhënë program qytetarëve sepse qytetarët nuk kanë interes për program, po kanë interes për t'u argëtuar edhe për të bërë scroll. Besoj që po, dhe kjo është e natyrshme. Pra, njerëzve nuk i pëlqejnë programet. Askush nuk do ta bënte për argëtim të ulej dhe të lexonte një material që është me kudion. Atëherë pse i rëndojnë ne këto partitë politike për të thënë që sepse është tjetër gjë ajo që ti ke përgjegjësi të bësh dhe tjetër gjë ajo që ty të leverdis të bësh. Pra ne këtu po diskutojmë për një situatë ku kemi vendosur totalisht personazhet përpara ideve. Këtu nuk debatohen ide. Kjo unë mendoj që të paktën në partitë e establishmentit, ato që janë zëshme të fuqishme dhe që marrin para edhe nga buxheti i shtetit për të bërë fushata, unë nuk i shikoj të ndryshojnë shumë me njëra tjetrën. Dhe prandaj kanë dhe këtë debatin që po bëhet dhe qesharaki vjedhjes së programeve. Programi është një sepse është i pavërtet dhe është i pa realizueshëm dhe unë mendoj që të vjedhësh diçka, do të thotë që ti të kesh një lloj përkatësie me ato. Unë nuk mendoj që këta mërziten se ju vjedhin programet, se nuk kanë për t'i zbatu programet dhe nuk i kanë ndërtuar seriozisht programet. Ne jemi përpara një situate ku personazhi ka shumë rëndësi, pra lideri ka shumë rëndësi dhe shikojmë se sa rëndësi po jepet kësaj, ndërsa zgjedhjet nuk fitohen me program dhe këta janë shumë të mençur dhe e dinë shumë mirë këtë gjë. Ju cekët pak këtë marrëdhënie me të pavërtetën. Mirë po, sigurisht një problematik tashmë edhe globale është shpërndarja e lajmeve të rreme, ose siç quhet ndryshe fake news. Sigurisht që situata është përshkallëzuar kur bëhet fjalë për fake newsin, sepse tash me inteligjencën artificiale kemi jo vetëm fake, po deep fake, pra le të themi një mashtrim akoma më i thellë ku ti e ke pamundur bëhet shumë i besueshëm dhe e ke pamundur ta rikuperosh për të. Do të thënë si është pozicioni i le të themi komunikimit në fushata të partive politike në raport me fake newsin.
Unë mendoj që është pra këta jo vetëm që i kanë dalë po prodhojnë të pavërteta, po dhe i kanë dalë përballë dhe po intimidojnë ato realitete që përpiqen të thonë të vërtetën. Është shumë e lehtë të prodhosh lajme të rreme, këtë mund të ta them si prodhues informacioni. Pra, po të ulemi ne të dy tani me AI-n edhe me një laptop, ne për 2 orë hapim një domain, krijojmë kod që të gjenerojë gjatë gjithë kohës lajme dhe koka lajmesh nga aktualiteti dhe ajo vazhdon punon vetë. Pra kjo është sa e lehtë është tani dhe sa lirë kushton që të prodhosh dhe të hedhësh lajme të rreme nëpër platforma. Filtrat për gjuhën shqipe nuk janë më të mirët, kanë treguar që kanë dështuar edhe për gjuhët e vendeve ku janë krijuar. Dhe në gjykimin tim, kjo patjetër që duhet parë me shqetësim, marrëdhënia me të vërtetën dhe prodhimi të pavërtetës, por edhe të sfiduarit e asaj që tenton të jetë e vërtetë dhe objektive, duhet parë me po të njëjtin shqetësim. Pra, unë nuk besoj që ka njeri që praktikisht mendon që këta na duan të mirën ne dhe do të na thonë të vërtetën, sidomos gjatë fushatave politike, do ishte shumë naive. Pra këtu po flasim për realitete shumë të mëdha, shumë të pasura që përpiqen të komunikojnë diçka për të bindur njerëzit që të sillen në një mënyrë të caktuar dhe të votojnë në një mënyrë të caktuar që ju leverdis. A keni vënë re fushata nuk ka nisur akoma, a keni vënë re ju, domethënë fake news-e të Po, ne kemi qenë vetë subjekti një fake news-i, ashtu si kolegët tanë. Pra, ne kemi qenë subjekti lajmeve të rreme, jo vetëm ne, si citizens, po edhe Birni, edhe Investigative Network Albania, CQJ-ja, edhe Faktoje, kemi parë fushata të shpifjes, do t'i quaja unë, nga kolegët, nga vetë mediat. Unë këtë e shikoj me shumë shqetësim. I referohesh lajmit që edhe unë kam lexuar para pak ditësh, që bëhet fjalë që USAID-i mbyllet dhe përpasoj do mbyllen edhe mediat tuaja. Tani jo vetëm, pra kjo ne na pozicionon si agent të huaj dhe mua kjo më shqetëson se krijoni narrativ ne kundër atyre, apo ne si njerëz që kemi një agent këtu. I ke shërbyer ndonjëherë në një agjende Lorin edhe tani mbas rënies së USAID-it? Ju rrezikoni të mbylleni apo? Po, më i kam shërbyer një agjende që është ajo agjenda që ne kemi besuar. Pra, agjenda e misionit të qendrës Citizen Channel, që unë drejtoj, që ka një moto që quhet nga qytetarët për qytetarët. Kemi zgjedh rrugën e vështirë, jo të lehtë. Këta që ne na akuzojnë që i shërbejmë agjendave, duhet kuptojnë që ne nuk kemi zgjedh rrugën më të kollajshme dhe fitim pruese për të bërë gazetari. Nuk është kjo rruga më e kollajshme. Pra, ne kemi zgjedh një rrugë që është e mundimshme, ne kemi burokraci të pafundme. Ne për të aplikuar për një grant, duhet të shkruajmë një aplikim që është një çarçaf me letra, duhet të raportojmë për çdo 100 darkë që kemi shpenzuar dhe duhet zbatojmë disa aktivitete dhe në fund fare duhet të themi si kemi zbatuar këto aktivitete. Dhe unë të paktën kam parë në sektorin e medias që unë e njoh, që këtu shumë media private, që nga një pozicion moral i lëkundur, do thoja unë, akuzojnë mediat e sektorit tonë, që mbështetet nga programet ndërkombëtare, nuk i hyn kësaj pune, sepse është më kollaj të merresh me reklama të dyshimta, ti nuk duhet të bësh project cycle për të vënë një job ose për të marrë një reklam. Pra shkurt, nuk ka diku në një cep të botës që të bie në telefon ty edhe të thotë që tani ti duhet të bësh këtë, duhet të bësh atë, duhet të bësh siç mendoj një pjesë e atyre të cilët të akuzojnë, sepse ne kemi qenë vetë pjesë e kësaj narrative ku dikush kërkon të verë në rolin e dikujt tjetër që ndonjëherë edhe fantazia është e jashtëzakonshme. Po pyetjes a rrezikoni të mbylleni? Nuk rrezikojmë të mbyllemi, sepse nuk jemi hapur as nga ai okultizmi që ata i veshin kësaj situate, dhe sigurisht nëse nuk jemi hapur në atë mënyrë okulte, nuk do mbyllemi në mënyrë okulte. Pra ne këtë punë do vazhdojmë ta bëjmë. I pëlqen apo si pëlqen,
të Ja, tjerëve. është një punë serioze dhe gjithë kolegët që edhe ti përmende kanë bërë, le të themi, punë të tilla të cilat kanë sjell në interes të publikut kursime të jashtëzakonshme të financave, kursime të jashtëzakonshme të, le të themi, dëmeve ligjore që do vinin në mungesë të punës tuaj edhe të kolegëve tuaj, kështu që Eksakt, dhe nëse kjo na ka ka bënë një- armiq të gjithëve. nëse Pra ti ka nuk një- mund të akuzohesh nga të gjitha palët njëkohësisht dhe të jesh me njërin. Nuk rrin. E vërtet. Mirë, për të kthyer prapë tek politika dhe mënyra se si komunikojnë, çai ka bërë inteligjenca artificiale fake newsit? Unë nuk e shikoj në fakt E ka këtu. e ka powerful, e ka bërë më të fuqishme? Besoj që po unë akoma nuk e shikoj këtu shumë të aplikuar. Pse se shikon, ja ta them unë, kryeministri Rama ka shpërndar para 2 ditësh një film të shkurtër me karakter Sali Berishën, Adriatikun, Lulzim Bashën dhe veten. Dhe ajo është e gjitha inteligjenca artificiale, tu ti është marrë një ekip i tërë regjizorial për këtë. Tani, pse e lind nevoja kryeministrit të komunikojë me qytetarët me këto prodhime të inteligjencës artificiale? Sepse janë fan, janë argëtuese. Sepse unë tek ai material për shembull, gjëja që unë pash me shqetësim që duhet verifiku, pra ne kur hedhim fakte, detyra jonë është i verifikojmë. Ajo është një video që kryeministri thotë ma ka nisur disa student. Pra, unë nuk e shikoj problematike videon vetvete, patjetër aty ka përmbajtje që është dehumanizuese, pra e paraqet një nga liderët si një kafshë dhe jo si një njeri, krijon lidhje që janë të pafaktuara, të pavërteta midis forcave të ndryshme politike, që në këtë rast kemi Shqipëria B dhe Partia Demokratike, i shkon narrativës së kryeministrit, ai afërmën që ka postuar tek faqja vet. Pra, këtu ç'a kemi? Këtu kemi një formë si ta mbështjellim të pavërtetën dhe ta bëjmë argëtuese që ne të qeshim me të, po na i gjët na ngelet. Unë kështu e shikoj. Dhe inteligjenca artificiale patjetër që këtë e ka bërë më të lehtë. Po kjo nuk është hera parë që ne shikojmë materiale të këtij lloji. Pra më përpara kanë qenë animime më bazike. Më përpara kësaj kanë qenë memet. Më përpara kësaj kanë qenë posterat që varnim në rrugë, që shqyr tani nuk kemi më me atë sasi. Pra forma ndryshon, qëllimi ngelet një lloj. A është kjo forma angazhuese se sa të tjerat? Po. A ka njerëz që jo atë material, por deepfake-et mund t'i besojnë? Patjetër që ka. Historia ka treguar, edhe kjo e tanishmja, që ka vende ku zgjedhjet janë kthyer dhe rezultatet janë kthyer dhe është krijuar një krizë shumë e madhe demokracie, paktën në Rumani për shkak të TikTokut. Ose kjo është ajo që një nga arsyet kryesore. Unë nuk e shikoj që ne jemi këtu, ne thjesht po e ridikulizojmë komplet politikën në disa materiale që duke qenë kaq shumë, besoj do na sjellin një mpirje të trurit dhe do merremi me personin dhe jo me mendoni që mbyllja e TikTokut ka prapavi politike dhe jo ajo që kryeministri deklaron që është kërkesa e 60.000 prindërve? Po. Dhe këtu futemi te marrëdhënia me të vërtetën. Sepse unë nuk mendoj që mbyllja... Pse shqetësonte TikTokun kryeministri? Kryeministri pse shqetësoi nga TikToku? Është një rrjet social të cilit ti nuk mund t'ja blesh algoritmin, apo nuk mund t'ja blesh aq thjesht, me atë mënyrë që ti mund t'a blesh prezencën në Facebook edhe në Instagram. Dhe unë mendoj që edhe kryeministri ishte i vonë në TikTok. Pra pati edhe personazhe të tjerë politik që e kuptuan TikTokun pak më përpara dhe e krijuan prezencën pak më përpara dhe besoj që aty kishte një gjë që nuk mund të menaxhoj më. Pra kishte njerëz që ishin fuqizuar në atë farë mënyre që nuk mund të dobësoheshin më. A ka TikToku probleme? Patjetër që ka. A është zgjidhja të konsultohemi me prindër dhe ta mbyllim? Ne duhet faktojmë një lidhjen midis TikTokun dhe asaj ngjarje që ka ndodhur që na ka shqetësuar të gjithëve. Dhe unë nuk i kam parë shumë të shqetësuar për ngjarjen, sa i kam parë të shqetësuar për platformën. Pra, unë nuk mendoj që me mbylljen e TikTokut ne do parandalojmë ngjarje të atij lloji, por më tepër që sidomos brezi i ri do të gjej forma të tjera komunikimi. Pra, ne e dim që
paktën nga ajo që thuhet edhe zyrtarisht, ai komunikim në atë ngjarje është zhvilluar në një platformë tjetër dhe jo në TikTok. E vërtet. Dhe konsultimi bëhet me prindrit, pra konsultimi duhet parë në cilin kontekst është bërë. Unë di shumë prindër që thjesht janë lajmëruar që kanë një takim me mësuesit, janë ulur aty, ju është paraqit një situatë e frikshme që këdo do ta friksonte dhe flasim që kemi konsultim me prindërit për të marrë një vendim që në fund fare ka të bëjë me ligjin. Jo gjithë Shqipëria është prindër, konsultimi quhet konsultim kur bëhet në mënyrë transparente dhe mënyra më shqetëson. Po, mënyra tregon vullnet politik për ta mbyllur dhe unë besoj që kjo masë që është drastike ka i prapavi këtu. Edhe ne ndajmë të njëjtën qëndrim për këtë për së vërtetës, sepse pak a shumë është ajo që ju shpjeguat që nëse në algoritmin e Facebookut ti mjafton të bësh presion 1000 punonjësve të tu ose sponsor sponsor, kjo bëhet pak më e vështirë dhe pamundsohet tek TikToku dhe ti e ke të pamundur që të imponohesh me mjetet që ti e pushteti për të kontrolluar këtë platformë. Megjithatë unë do ndalem në momentet kyçe të mënyra, domethënë të gjetjeve kryesore ose të fjalëve kyçe që partitë politike përdorin në komunikim me qytetarët. Pra, një element është Rama gjithmonë e ka thjeshtëzuar komunikimin me qytetarët. Ne kemi parë dikur që merrte një timon dhe u bënte shumë thjesht qytetarëve që timonin ma lini mua, mos futen shumë timona në duar në timon se pastaj bie mjeti. Ose ju ka thënë qytetarëve që ne kemi tepsin e kanë ngrënë gjithmonë shumë njerëz, ma jepni ta ha vetëm unë edhe s'do kemi më probleme me ngrënien e tepsisë. Këtë herë duket që kryeministri ka bërë një gjetje pak më fine për të komunikuar dhe ju del qytetarëve me pasaportë. Dhe i thotë brenda pasaportës është shumë e prekshme, duket një gjetje interesante. Çdo qytetar ka një pasaportë në xhep, çdo qytetar ka kaluar një herë, le të themi, doganën dhe e kupton se sa me rëndësi është të kesh një pasaportë me vlerë. Dhe ju ka thënë që kësaj pasaporte do t'i shtoj logon e BE-s dhe do jetë një pasaporte. Si të duket kjo si thua gjetje e radhës e kryeministrit në aspektin e komunikimit? Nëse doja të bëja dëm, do ishte ajo që do kisha zgjedhur dhe unë. Po ajo ka disa probleme, kthehemi te marrëdhënia me të vërtetën. Unë mendoj që ajo patjetër është një simbolik e thjesht, ka për çdo qytetar që mban pasaportën shqiptare ka përkatësi të ajo, dhe për arsye kështu do thoja ndikimi në perceptime edhe në sjellje që ky është qëllimi final. Unë nuk do kisha zgjedh asnjë simbolik tjetër. Sepse ajo është ajo e cila na përket ne të gjithëve. Problemi me këtë është që kjo është një gënjeshtër. Dhe është e pavërtet, pra retorika që bëhet, votoni sepse do të integroheni në Bashkimin Evropian, pra të votuarit nuk ka asnjë lidhje me integrimin në këtë kontekst. Pra të votuarit për një forcë të caktuar politike nuk ka asnjë lidhje me faktin nëse ne do antarësohemi në Bashkimin Evropian ose jo. Pra unë nuk di që Bashkimi Evropian të këtë dalë këtu dhe të këtë thënë, në qoftë se ju votoni për këtë parti, ne do ju bëjmë pjesë të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian promovon zgjedhjet e lira dhe thotë votoni për kë parti të doni. Sepse kjo është një nga vlerat thelbësore të demokracisë. Ajo që ne duhet të kemi parasysh në këtë situatë, pra të mendojmë një çik mënyrë më kritike. Unë para se të vija këtu, po lexoja një analizë nga kolegu Gjergje Rebara nga Birni, që kishte bërë një skanim të progresit që Shqipëria ka bërë në 35 kapitujt që ne duhet finalizojmë dhe të marrim një notë kaluese për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe në një pjesë shumë të madhe, përmirësimi i indikatorëve tanë në këto kapituj do të thotë dobësimi i pushtetit të kryeministrit, jo forcimi më tejshëm i pushtetit të tij. Dhe në një pjesë shumë të madhe ne kemi ngel në vend. Për sa i përket integrimit, kemi ecur shumë ngadalë. Dhe kemi ecur shumë ngadalë sepse
një nga arsyet kryesore është që kemi qëndërzu pushtetin. Je duke thënë që nëse nuk e kemi për fajt politikës. Patjetër. Dhe Dhe nëse qëndërzojmë akoma më shumë pushtetin, unë mendoj që po. do të jetë më e largët dita kur do ta kemi. Shiko, një aktor tjetër që është i fuqishëm politikisht dhe ka dëshmuar që nuk është e lehtë të heqë dorë dhe duket se këto betejat politike tashmë i ka qenësi të tijen, është ish kryeministri Sali Berisha, edhe kryetari i opozitës sot, le të themi. Atë çka ka zgjedhur kryetari i opozitës sot për të bërë fushat në fakt lidhet me një emër që tashmë është bërë pak kështu, a do vi, as do vi, e takojnë ande nga Amerika, bëjnë fokë, do vi, po do vi, që është strategu, le të themi, që PD-ja ka marrë dhe është Lasi Vita. Edhe ti gjithkohës jemi midis kësaj që është ky paralele midis, pra kjo është strategjia që ka ndikur zoti Berisha, që Amerikën e ka fituar dikush që kishte probleme me drejtësinë, kërkon të heqë paralele, qëndrojnë apo nuk qëndrojnë, është çështje e tij, a mendojnë që ky Laci Vita që të gjithë ndërojnë që do vi këtu ditën që do bëjnë zgjedhje. Duket se ishte rrugës. Po vinte prapë. Po, ka disa herë që është rrugës. A i bën punë kjo? A ka bërë zgjedhjen e duhur në aspektin e komunikimit? Unë të them të drejtën, nuk e di, edhe më intereson shumë pak nëse një forcë politike ka bërë apo jo zgjedhjen e duhur, sepse ata janë aty për të dhënë llogari për zgjedhjet që kanë bërë. Pra, unë kam tendencë që të gjykoj ata që janë pushtet për mënyrën si kanë qeverisur, patjetër dhe opozitën për mënyrën se si ka bërë opozit, po ky është një diskutim i strukturave të Partisë Demokratike. Domethënë, a të duket një zgjedhje e drejtë e mënyrës se si një partia politike që pretendon pushtetin komunikon me qytetarët e vet në këtë perspektivë? Jo, ka kontraktu dikë për arsyet e veta që unë nuk i di, duke mos qenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike dhe i kam ndjek nga larg gjithë mënyrën se si ata, patjetër që i ndjek me interes sepse janë pjesë e sferës politike, po nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e asnjë forumi partie nga asnjë nga krahët, dhe ajo që i kanë zgjedhur ata paktën aq përcipta si sa e kam parë unë është që është dikush që duhet të kthejë Berishën në Trump për 2 muaj, që më duket një mision afër të pamundurës. Dhe po e bën edhe në ca raste në mënyrë shumë qesharake, domethënë, duke u përpjekur ta kthejë në një lider dhe t'i jap disa karakteristika që nuk i ka. Është e vërtetë, edhe për aq kohë sa unë ndjek politikën, unë kam pasur një pasion për ta ndjekur politikën herët, edhe kam të memorizuar në memorien time shumë fushata elektorale, po është era e parë, kam përshtypjen në historinë po të tranzicionit, po kjo nuk ka sigurisht që as në atë të kaluarën, që le të themi organizatori ose strategu i një fushate të bëhet personazh, si të jetë ai, le të themi personazhi kryesor i fushatës. Edhe kjo i ngjan pak atyre, domethënë, një njerëz që merret me është si tip këto agjencitë e organizimit të dasmave. Dhe ti nuk mundet që pronarin e agjencisë organizimit dasmave ta vesh dhëndër, edhe bësh dasmë. Edhe pak a shumë kjo i ngjan, megjithse kuptueshëm për nevojat e situatës në cilën ndodhet opozita. Besoj që ka lidhje edhe me non gratën, edhe me çështje të tjera, po ajo që unë vërtet e kam parë si shqetësuese është e para nxitimi, e dyta se si kemi qëndrime që janë thelbësisht kontradiktore edhe për çështje që kanë bëjnë me drejtat e njerëzit. E treta mendoj që ai individ është bërë personazh sepse është atipike, pikërisht për këtë arsye që the ti, pa ajo që nuk më rri mua në gjithë këtë situatë është që unë po të isha në një kontekst ku ne dim sa i rëndësishëm është lideri për t'ju kthy krahasimit tënd. Pra atë dasmën do ta bëj dhëndri, dhe unë nuk do merra një organizator dasme që ta kishin njerëzit mendjen te organizatori dhe jo te dhëndri, se gjithë duhet ta kenë mendjen te dhëndri, se dhëndri do e bëj vallen aty
në atë muaj. Pa edhe qëllimi kontraktual, thua është bërë me qëllim për të shmangur dhëndrin, ose është bërë gabim për të shmangur dhëndrin. Nëse është qëllimi që vallen ta hedhë dhëndri, nuk duhet ta kishim bërë. Ka një zhvillim shumë të bukur me drejtuesin e, le të themi, koalicionit Euroatlantik. Kam bërë një batare videosh o Rame o Bashe. Kujt i shërben kjo? Kujt i flasin këta? Besoj që ata i flasin kujtdo, pra ne nuk mund të ulemi këtu dhe të themi që ata nuk kanë të drejtë të flasin publiku. Ata kanë gjithë të drejtën për ta bërë këtë gjë. A është kjo e hishme? Unë mendoj që jo. A është kjo mënyra? Pra unë nëse do të kthehesha, meqense se folëm dhe pak më përpara për TikTokun, unë mendoj që kjo është një përballje e ngjashme me përballjet midis individëve të TikTokut që ne kemi parë më përpara, që kishin këto bif që quhen me njëri tjetrin. Pra është qesharake, po është interesante. Nuk mund t'i themi që nuk është interesante dhe nuk është argëtuese. Unë do të sillja një element për shembull të dy partive tjera që nuk janë partit mëdha për t'i futur pak në bisedë, që është Agron Sheaj hypën në taksi dhe bën muhabet me taksistin. Po, pak ditë më përpara kishte shitur buk në një furrë. Është pak a shumë një fushat tipike që ka bërë edhe Trumpi në Amerikë, ku bënte cappuccino, McDonald's, elemente të tjera. A mendoni që janë këto mënyrat mira për të komunikuar me... Besoj që po, të paktën në pozicionin tim, sepse unë nuk do doja as të jepja vlerësime, as të gjykoja në një farë mënyrë komunikimin politik, sepse unë jam shumë i përqendruar në anën tjetër të komunikimit, që është gazetaria. Po nuk i shmangim dot. Nuk i shmangim dot, po në qoftë se do ta komentoja kështu pa një kompetencë, do thoja unë, mua më pëlqen për nga originaliteti dhe për nga thjeshtësia. Po çdo gjë do masën e vet, se kur teprohet, kemi edhe njerëz që shtronin iftare dhe që ndanin supë, që i kujtojmë me kështu, do thoja unë, me një ndjesi të pakëndshme. Shiko, unë kam vënë këtu për publiku një moment miku tim Adriatik Lapajn, që ka një kështu shpreh ekspresive, është ky momenti ku thotë su ngopët me këta ju. Edhe duket që Adriatiku është një lloj fenomeni në mënyrën e komunikimit në rrjetet sociale. Edhe le të themi, edhe nëse media tradicionale mundohet t'ia mbyll derën, tashmë me atë kapitalin që ka ai në komunikim, edhe mund të mos e llogaris fare. Po si e shikoni ju këtë le të themi elementin e rrjeteve sociale komunikimit me... Prap jemi duke fol për personazhet dhe jo për idet. Pra nuk realisht mua as nga ana profesionale as nuk më shqetëson as nuk më gëzon. Ajo që më shqetëson edhe që unë dua ta them, është që e para unë mendoj që çdo gazetar duhet mbajë një lloj distance të shëndetshme dhe gjykimi për forcat e ndryshme politike. Ata janë subjekti i punës tonë. Ne kërkojmë llogari për mënyrën se si qeveriset, për mënyrën se si politika ka lidhje me biznesin, që rezonojnë pastaj edhe në mënyrën si shfrytëzohen parat publike etj. Po me këtë si parantezë, unë mendoj tani si qytetari i këtij vendi, jo si njeri i medias dhe jo duke përfaqësuar redaksin që përfaqësoj, që edhe kjo është interesante, po nuk ka ndonjë thelb. Pra edhe këtu po flasim për personazhin dhe jo për idenë. Askush nuk mban mend çfarë ka thënë, po mban mend mënyrën se si ekspresivitetin, energjinë. Po. Dhe unë mendoj që nëse edhe unë do isha në pozitat e dikujt që kërkon të njihet, të afirmohet, do bëja gjëra shumë pazakonta që njerëzit të mbanin mend. Unë bëja edhe gjëra shumë të këqija. Shiko, kam zgjedhur një video të Zeqine Caushit. Po. Një 5 vajza që qeshin, edhe ka një narrativ shumë të varfër, edhe një lloj interpretimi po aq shumë i varfër, është në kufita asaj videos
këtij balliut që tha tani janë nuk keni pjatat. tani keni vetëm një pjatë, po kur të vi PD-ja do t'ju shtoj sallatën e Cezarit. Po. Domethënë çfarë është ky decentralizimi i komunikimit? Më përpara nuk komunikoje dot kështu. Domethënë nuk mund ta zgjidhje vetë, të prodhoje vetë çdo lloj gjëje. Po. Ishte një lloj qëndërzimi. Unë e shikoj decentralizimin si gjë të mirë në fakt, edhe që këtu po jepet, pra unë e shikoj se Po gjë të mirë, po jo në parim, në rast pastaj do vi këtu. Në parim është gjë e mirë dhe fakti Shiko që se dua ta ndaj edhe me komunikimin. Është një tjetër po që e kanë nxjerrur nga një kandidat e Ligerti, jo për po është shumë interesante se ai e ka përuruar qendrën me njerëz brenda. Zakonisht njerëzit qëndrojnë mbrapa shpinës atij figurës që përuron edhe pret shiritin me njerëz brenda. Po ka dhe simbolik se mund të marrësh ambientin me qera bashkë me simpatizantin bie. Nëse do bëjmë batut. Domethënë ne nuk e dim se domethënë nuk dua që të futemi në këto çfarë përfaqësojmë personazhet, po me që ata kanë zgjedhur këtë mënyrë komunikimi ne po i komentojmë. Unë besoj që çdo gjë që bëhet me tepri bëhet qesharake në fund ditës. Dhe patjetër që për të kthyer ajo që po them më përpara, është mirë që e kemi decentralizuar dhe komunikimin e kandidatëve dhe që në një farë mënyrë secili kandidat ka hapësirën e vet. Sepse nëse do I ktheheshim edhe fushatave të mëparshme që komunikimi kontrollohej nga qendra, edhe kjo nuk është shumë demokratike. Do thoya, mund të jetë më etike në shumë raste, por nuk është. Ajo që unë shikoj me shqetësim është që sidomos me kandidatët e listave të hapura që të paktën Partinë Socialiste u zgjodhën edhe nga dy konkurse kombëtare, nëse nuk gaboj, që ka qenë Akademia dhe Platforma Deputeti që duam, kemi një garë për vëmendje. Dhe gara për vëmendje është prapë do ta përsëris këtë, është për personazhe dhe jo për ide. Është vërtet. Dhe ajo që tërheqin dhe politikanët e rëndësishëm dhe ata të karrierës, për shembull videon e kësaj vajze se kishte ripubliku Belinda Balluku, që është drejtuese politike e qarkut, në mos gaboj. Dhe fakti që ajo tërheq këtë komunikim, çfarë mesazhe jep te kandidatët e tjerë, që duhet bëni edhe ju të njëjtën gjë, që t'ju ripublikoj zëvendës kryeministrja. Është e vërtetë dhe është shumë për të ardhur keq sepse pavarësisht se ne argëtohemi me këto momente, këto janë le të themi që vinë me një lloj grimca humori dhe shpesh janë të konsumuara nga liderët kryesor politik. Liderët kryesor politik le të themi bëhen në shembull të mënyrës se si ata poshtë duhet të komunikojnë dhe pastaj ata bëhen akoma më grotesk dhe më imitues të këqij, po në fund të ditës na ndajnë ja 40 ditë larg vendimit se këtë do zgjedhim ne dhe ata që do zgjedhin ne nuk kanë për të marrë vendime kaq qesharake, do marrin investitorë strategjik, taksën e bizneseve, pagën e mësuesve. Asgjë nuk është për të qeshur nga këto, asgjë nuk është argëtuese nga këto. Çdo gjë është për të qarë në aspektin kritik të gjës, po dukshëm që në këto kemi hyrë. Mirë, po unë dua që të konsumoj edhe një fazë të fundit me ty Lorin, sepse miqve që kemi në bashkëbisedim gjithmonë I vëmë përpara liderët politik të cilët do marrin pjesë në këto zgjedhje, edhe me një fjali të shkurtër, cili është mendimi ose opinioni juaj për secilin lider, dhe I pari është kryeministri I vendit Edi Rama. Unë do bëj dhe I parantezë, se po tregojmë shumë kështu politikisht korrekte gjithë kjo biseda jon, po ajo që unë kam shumë të rëndësishme si gazetar është me pasi distancë shëndetshme nga gjithë ata njerëzit që ti do më tregosh me fotografi. Që do të thotë që unë në punën time nuk dua të fus simpatin ose jo për asnjë subjekt politik. Kjo është zgjedhja jote, po njerëzit që besojnë te ty dhe mendojnë që ti ke një opinion të shëndetshëm, mbase mund t'i ndihmosh. Po, patjetër. Jo, duke e bërë këtë si parantezë, patjetër që do ta bëj. Dhe për fat ne jemi në një vend që deri në këtë pikë e gëzojmë lirinë. Po, dhe unë mendoj që është edhe kjo pjesë e lirisë. Pra pjesë e lirisë për me u distancu nga këta të gjithë. Që pastaj mund ta vazhdojmë këtë lojën. Pra, ti më tregove mua fotografinë e Ramës. Një fjalë. Me një fjali, çfarë përfaqëson puna e tij ose çfarë
ti mund ta konturosh në çfarë konteksti të duash përgjigje. E para që të vjen në mendje. Përfaqëson simboli i qëndërzimit edhe shkatërimit ndarjes pushteteve në këtë vend në një farë mënyre. E pranueshme është. Si përgjigje. Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, besoj është ana tjetër e vallës, nuk më jep asnjë emocion, as pozitiv as negativ. Ilir Meta, Vjen keq se është një njeri në privim lirie. të vjen keq sepse privimi është i pamerituar apo Jo, ishte për batut, domethënë. Unë besoj që njerëzit duhet të mbajnë përgjegjësi për çfarë kanë bërë, kështu që. Okej, shumë mirë. Lulzim Basha? Është një kështu, do thoja, gastori më i lezetshëm i rrjeteve sociale në këto kohë dhe po bën një fushat kështu që lidhet me personin dhe jo me iden. Pra këtë do përsëris prap. Dhe patjetër që për shkak kontekstit historik është pjesë e asaj vallës, pra është i treti nat valle, i katërti bashkë me Metën. Tom Doshi? Është shumë interesante se si unë e shikoj që PSD-ja po përpiqet të bëj fushat në rrjetet sociale dhe Pse e shikon interesante? Sepse më duket një ushtrim kështu, hajde bëjmë sikur. Dhe po nuk është aq për të qeshur sepse ai ka 3 apo 4 mandate në këtë legjislacion, Exact, dhe pretendon 6 mandate për legjislacionin e ardhshëm. Du ta ludoj tani, po mendoj që mund të ketë, varet nga bursa, po mund të ketë sa mandate të dojë. E kuptova. Një nga personazhet që populariteti i tij me numrin e votave nuk lidhet, Po. Dashamir Shej. Unë nuk dua të gjykoj individët, pra gjithsesi jemi brenda establishmentit politik, pra edhe unë e simpatizoj për qëndrimet që mban, po unë mendoj që deputetët e mirë janë ata që janë aktiv edhe në kuvend, edhe institucionalisht, edhe marrin nisma. Pra përtej asaj që thuhet që patjetër është edhe kjo shumë e rëndësishme. Kemi kaluar tek partitë e reja ose relativisht të reja në grupin e partive të cilët do marrin pjesë Po. në zgjedhje, dhe ky është kryetari Nismës Shqipëria Bëhet, koalicioni. Unë besoj që për lëvizjet e reja do them për gjithë një gjë. Pra, unë e shikoj të gjithë diversifikimin e spektrit të ofertës politike si një gjë shumë pozitive. Adriatik Lapaj? Duhet me i dhënë the benefit of doubt. Pra, këta njerëz duhen provuar. Të gjithë. Kështu që besoj që është shumë vonë për të mos gjykuar ata që i kemi parë për shumë gjatë, por shumë herët për të paragjykuar të gjitha forcat e reja politike. Pra unë nuk e kuptoj në shumë raste këtë frustrimin dhe zemërimin që njerëzit kanë ndaj partive të reja, duke i krahasuar ndonjëherë dhe me partitë e vjetra, po nuk besoj që humbasim gjë nëse kemi më shumë parti. Dhe nuk besoj që humbasim gjë nëse japim benefitin e dyshimit që mund të bëjnë mirë, që të gjithë. Do me thënë, nuk ta shkëpuz do të një fjali për Adriatikun. Jo, sepse do të them të njëjtën gjë për gjithë. Endri Shabani? Edhe për Endrin, të njëjtin mendim. Pra është lajm shumë i mirë që është bërë pjesë e spektrit politik dhe një ofertë politike ka edhe këtë kandidat. Agron Shejaj? Edhe për këtë do të them njëjtën gjë. Ndryshon pak dinamika, se këtu kemi të bëjmë një fraksion, jo tamam me një parti të re, po është dinjitoze. Mënyra se si po bëhet fushat edhe është i shton asaj që thash pak më përpara. Pra do ta përsëris prap. Pra është lajm i mirë për Gonin që kategorizohet në të reja pavarësisht se ka bërë një rrugtim. Dhe i fundit në fakt Arlind Qori? Edhe për Arlindin. Arlindin nga të gjithë kandidatët do ta veçoja për një qëndrueshmëri më të gjatë në sektorin e shoqërisë civile dhe të lëvizjes. Pra, unë që kur kam fillu të merrem me gazetari, kam fillu
një nga gjërat që unë kam bërë me më shumë pasion është raportimi i protestave dhe marshimeve, dhe më vjen mirë që spektrit politik i bashkohet një lëvizje që është grassroots, që ka qenë e shesheve, e protestave dhe pjesë procesit të llogaridhënies në shumë drejtime, ashtu siç ka pas edhe kontribut nga lëvizjet e tjera politike që kanë bërë padi SPAK, kanë artikulu shqetësime, ju janë bashku kauzave të ndryshme, jo vetëm tek bulevardi Tiranës, po në të gjithë Shqipërinë. Dhe ajo që unë shikoj pozitive në gjithë spektrin e partive të reja, lidhet pak edhe me atë që ne bëjmë si punë. Ne raportojmë edhe për çështje që janë kështu ndonjëherë duken dhe hiperlokale. Pra dje kemi qenë në Kaçinar, nesër do ikim në Gramsh, para 3 ditësh ishim tek Lumi Vlorës duke raportu për Shushicën dhe për problemet mjedisore, Vjosës dhe ujësjellësit, dhe ti e shikon tek njerëzit zhgënjimin që kanë nga të gjitha forcat e tjera politike, që më vjen keq që nuk transmetohet në vot, them drejtën, në shumë raste, dhe shikon me i lloj entuziazmi faktin që ka forca të reja politike që duan me mbështet. Win-win është nga të dyja anët. Ajo kam përshtypjen që do mbetet për të parë dhe për të interpretuar nga mënyra se si do votojnë qytetarët në këto zgjedhje. Ne avash kemi shkuar tek 60 minuta në këtë komunikim ton të përbashkët, kështu që mbase shumë gjëra i kemi lënë pa thënë, por shumë të tjera i kemi thënë, dhe ajo që është më e rëndësishme për mbase edhe si përfundimi i këtij komunikimi është që sado gazmor dhe se sado me hare të vinë këto videot edhe komunikimet e politikanëve tek qytetarët, është shumë e rëndësishme që kur të shohin qytetarët një politikan që i bën të qeshin, të refuzojnë të qeshin edhe të kuptojnë mënyrën kritike të peshës edhe të asaj çka ata kërkojnë me pjesëmarrjen e qytetarëve në votim, kështu që unë të falenderoj Lorin që ishe pjesë e këtij komunikimi. Edhe unë të falenderoj, dhe çfarë mendoj që është tjetër e rëndësishme është që edhe ne të vazhdojmë bëjmë punën tonë. Edhe ju të vazhdoni të bëni punën tuaj me atë që po bëni, që është unë mendoj që është kontribut. Pra i gjithë procesi monitorimit të mënyrës se si bëhet fushat në këtë vend, të krimit zgjedhor, të krimit mekanizmave të llogaridhënies që janë po prapë brenda institucionit, ka i vlerë të jashtëzakonshme, sepse e bën se s'dua të flas përgjithshëm, po e bën demokracinë më të mirë. Pra është një mënyrë se si njerëzit kur shikojnë diçka që nuk shkon, të ankohen po prapë tek organet publike. Edhe ne është e rëndësishme të vazhdojmë bëjmë punën tonë. Në gjithë këtë rrëmuj të themi atë që nuk thuhet, të themi atë që mendojmë që është e vërtetë dhe atë që besojmë që duhet të thuhet. Të paktën në këto minuta unë jam i sigurt që ose dal garant që ju dhe ne do e bëjmë punën tonë. Të shpresojmë shumë që edhe ata të cilët janë aktorë në lojën politike ta bëjnë punën e tyre. Edhe nuk do mbyllemi, kush ka merak që do mbyllemi, nuk do mbyllemi. Absolutisht që as nuk na ka hapur njeri dhe as nuk do na mbyll asnjëri përveç se dëshirës tonë për të mbyllur edhe energjisë dhe vullnetit tonë për të punuar. Kështu që miq, unë ju le le themi takim në digjesën ose në komunikimin e radhës me të ftuarin e radhës, kështu që faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.